A ju ka ndodhur ndonjëherë të besoni diçka me gjithë zemër, vetëm për të kuptuar më vonë se ishit krejtësisht gabim? Apo ndoshta keni ndonjë zakon të vogël, një këmishë fatciellëse, diçka që bëni para një takimi të rëndësishëm? Po nga vin këto bindje? Nuk bëhet fjalë vetëm për gjëra të mëdha si feja apo politika. Ka të bëjë me vetë mënyrën se si është i lidhur truri ynë. Sot do të shohim pikërisht neuroshkencën e besimit dhe do të zbulojmë pse mendjet tona janë makina kaq të fuqishme e besimi, ndonjëherë edhe kundër çdo lloji logjike. Dhe për të nisur këtë hetim, le të përballemi me një nga misteret më të çuditshme të letërsisë. Sir Arthur Conan Doyle, njeriu që na dha Sherlock Holmesin, pra mishërimin e logjikës së ftohtë e të pastër, besonte me gjithë shpirt te zanat. Po, zanat. Si është e mundur që një mendje kaq briljante të besonte diçka kaq fantastike? Ky paradoks i pabesueshëm, ky misteri i mendjes së Conan Doylet, do të jetë pikërisht çelësi ynë për të kuptuar vetë besimin. Hidhini një sy këtij kontrasti, është e pabesueshme. Nga njëra anë kemi krijuesin Conan Doyle, një spiritualist i flakt që besonte te mediumet, madje u zu me mikun e tij, iluzionistin e famshëm Houdini, sepse Houdini i demaskonte ato. Ai ra pre e një mashtrimi të famshëm me disa fotozanash, të cilat në fakt ishin thjesht figurat prera nga letra. Dhe nga ana tjetër, krijimi i tij, Sherlock Holmes, personazhi që thoshte se kur eliminon të pamunduran, ajo që mbetet sado e pabesueshme duhet të jetë e vërteta. Si ka mundësi që këto dy botë kaq të kundërta të jetonin brenda të njëjtit tru? Dhe këtu nis hetimi ynë i vërtet. Seksioni i parë, misteri i një mendje racionale. Le të shohim se si paradoksi Conan Doylet na ndihmon të kuptojmë veten tonë. Dhe ja ku arrim në thelb të çështjes. Truri ynë, në fakt, nuk është krijuar në radhë të parë për të qenë një makinë logjike, është krijuar për të besuar. Ne jemi makina besimi. Do me thënë, ne së pari arrim në një përfundim, bazuar tek një ndjenje, një intuite, një dëshirë, dhe pastaj, vetëm atëherë, vjet në punë logjika. Dhe për çfarë? Jo për të gjetur të vërtetën, por për të ndërtuar argumente për atë që veçse e ndjejmë se është e vërtetë. Kjo na sjell direkt te pika e dytë. Le t'i hedhim një sy sistemit operativ të parazgjedhur të trurit ton, parazgjedhja emocionale. Pse ndjenjat vijnë gjithmonë para fakteve? Kjo quhet mënyra e parazgjedhur e psikologjisë. Mund ta mendoni si rrugën më të shkurtër, atë me më pak rezistencë për trurin ton. Pra, shumë më e lehtë të arrish në një përfundim bazuar tek një ndjenjë, një intuit, një dëshirë, një frikë, dhe pastaj ta përdorësh gjithë fuqinë intelektuale për të ndërtuar një mur mbrojtës argumentesh rreth tij. Në fund të ditës, avokati, pra arsyeja, thjesht punon për shefin, pra emocionin. Për ta kuptuar më mirë, imagjinoni trurin ton si një shtëpi me 3 kate. Aty poshtë fare në bodrum është truri i harducës, pra instinktet tona më primitive për mbijetesë. Pastaj në katin e parë, truri gjitar, qendra e emocioneve, aty ku lind dashuria, frika, besnikëria. Dhe lart fare në papafingo kemi pjesën më të re, neokorteksin, trurin njerëzor, ku rri logjika. Tani, kur troket një informacion i ri, kush e hap derën i pari? Sigurisht, ata banorët e vjetër të zhurmshëm të kateve të poshtme, shumë më përpara se logjika atje lart në papafingo të ketë vënë re kpucët. Mirë. Po çfarë i ushqen këto përgjigje emocionale? Çfarë i ndez? Kjo na çon te seksioni i tretë. Le të gërmojmë pak te motivet psikologjike që fshihen pas nevojës son për të besuar. Motivi numër 1, dhe ndoshta më i forti nga të gjithë, nevoja për kontroll. Askujt nuk i pëlqen të ndihet i pafuqishëm, të ndihet si një gjethe që e merr era. Prandaj ne krijojmë besime për të na dhënë një iluzion sado të vogël kontrolli. Kjo është arsyeja pse sportistët kanë ritualet e tyre, apo pse shohim forma e fytyra në re. Në fundit, a nuk është më rehat të mendosh se gjithçka ndodh për një arsye, sesa të pranosh realitetin e ftohtë që shumë gjëra janë thjesht rastësi? Pastaj vjen motivi numër 2, nevoja për thjeshtësi. Bota është e komplikuar, shumë e komplikuar, dhe truri ynë kërkon gjithmonë rrugë të shkurtra për ta kuptuar. Ne i fusim gjërat në kuti, i kategorizojmë për t'i bërë më të menaxhueshme. Kjo mund të jetë shumë e dobishme, sigurisht, por problemi fillon kur harrojmë që këto kuti janë thjesht modele të thjeshtuara, jo realiteti vet. Dhe pikërisht atëherë, ky mjet mendor mund të kthehet në diçka të rrezikshme, si paragjykimi dhe fanatizmi. Motivi numër 3, nevoja për kuptim. Të gjithë duam që jeta jonë të ketë një qëllim, që ngjarjet të kenë një arsye. Kjo na shtyn të besojmë se efektet e mëdha duhet të kenë shkaqe të mëdha. Merrni për shembull teoritë e konspiracionit për vrasjen e Kennedit.
Për shumë njerëz, ideja që një person i vetëm, një i çmendur, mund të ndryshojë fatin e botës, thjesht nuk ndjehet si e drejtë. Ka një çekuilibër emocional. Duhet të ketë patjetër diçka më të madhe pas, një shkak po aq i madh sa edhe pasoja. Dhe së fundi, motivi më personal, nevoja për të mbrojtur vetvlerësimin ton. E thënë thjesht, duam të ndihemi mirë me veten. Mendoni pak herën e fundit që bët një gabim. Cili ishte mendimi i parë? Për shumicën prej nesh nuk është "Okej, gabova". Jo. Është "Po mirë, por nuk ishte fajim, sepse". Ne jemi kampion të justifikimit, sepse të pranosh gabimin ndihet si një sulm direkt ndaj egos son. Mirë, po çfarë ndodh kur këto besime të ndërtuara me kaq kujdes përballen me fakte kokforte që i kundërshtojnë? A dorëzohemi? Shumë rrallë. Në fakt këtu aktivizohet sistemi i fuqishëm i vetmbrojtjes së mendjes son. Dhe këtë do ta shohim në seksionin e 4. Ky mekanizëm ndizet nga diçka që quhet disonanca kognitive. Imagjinojeni se një alarm ose një kruajtje në tru që nuk e heq dot. Është ajo ndjesia të tmerrshme kur ke dy ide kontradiktore në kokë. Për shembull, unë jam njeri i zgjuar dhe sapo ra shpreh i një mashtrimi banal. Kjo ndjesi është kaq e parehatshme sa që truri do bëj çmos për ta shuar sa më shpejt. Një shembull perfekt, edhe pse ekstrem, është ai i predikuesit Harold Camping. Ai parashikoi fundin e botës në 2011 dhe dita erdhi dhe bota nuk mbaroi. Imagjinoni disonancën e ndjekësve të tij. A thanë, "Okej, gabuam"? Jo, as pak. Ata e justifikuan. Vet Camping tha se gjykimi ndodhi, por ishte një gjykim shpirtëror. E kuptoni? Truri preferon të përdredh vetë realitetin sesa të pranojë dhimbjen e një gabimi. Dhe ky impuls emocional është shpesh më i fortë se logjika. Ja një shembull klasik, problemi i trolejbusit. Skenari i parë. Një trolejbus po shkon drejt 5 njerëzve. Mund të tërheqësh një levë dhe ta devijosh duke vrarë vetëm një person. Shumica thon po. Logjika ftohet, një jetë për 5. Tani, skenari i dytë. Trolejbusi sërish drejt 5 njerëzve. Por tani, e vetmja mënyrë për t'i shpëtuar është të shtysh një person nga një ur për ta ndaluar. Matematika është identike apo jo? Një jetë për 5. Por tani, shumica thon jo. Pse? Sepse ndjesia emocionale të shkaktuarit direkt të dëmit është shumë e fuqishme se një veprim pasiv. Kjo tregon se morali ynë është i bazuar tek emocionet, jo te matematika. Atëherë, cila është zgjidhja? Si e menaxhojmë këtë makinë besimi brenda kokës? Kjo na sjell tek pjesa e fundit, si ti zgjidhim mendjet tona duke përdorur fuqinë e inteligjencës emocionale. Ja pra ku qëndron Chelsea. Inteligjenca emocionale nuk do të thotë ti shtypësh emocionet, as pak, do të thotë ti kuptosh ato. Është aftësia për të ndaluar një moment dhe për të pyetur veten, "Hey, pse e besoj këtë gjë? A e besoj sepse ka fakte apo sepse më bën të ndihem më mirë, më i sigurt, më në kontroll?" Domethënë, ti je vëzhguesi mendjes tënde, jo thjesht pasagjer. Dhe kjo është ndoshta gjëja më e rëndësishme për të mbajtur mend. Të jesh i zgjuar nuk të bën imun. Përkundrazi, ndonjëherë e përkeqëson situatën. Njerëzit shumë inteligjent janë thjesht më të zotë për të ndërtuar justifikime komplekse për besimet e tyre. Pra, zgjidhja nuk është më shumë kuaj fuqi intelektuale, por më shumë vetdije. Nuk ka rëndësi sa i shpejt është motori, rëndësi ka kush e mban timonin. Dhe kështu i kthehemi sërish hartës son të trurit. E gjitha lidhet me këtë. Të përdorim me vetdije lobet tona frontale, atë kapitenin në papafingo, për të menaxhuar zhurmën që vjen nga katet e poshtme. Do me thënë, në vend që logjika jon të jetë thjesht një avokat që mbron vendimet e emocioneve, ne mund ta përdorim si një gjykatës për të marrë vendime më të mira që në fillim. Pra, në fund të ditës, gjithçka përmblidhet në këtë pyetje. Për çfarë na shërben arsyeja? A e përdorim si një shpatë për të çarë iluzionet dhe për të gjetur të vërtetën, apo më shumë si një mburoj për të mbrojtur besimet që i kemi për zemër, pavarësisht fakteve? Ashtu si Sir Arthur Conan Doyle, të gjithë kemi brenda nesh një Sherlock Holmes dhe njëkohësisht një besimtar të flakt. Pyetja mbetet, cilit prej tyre do t'ja vëmë veshin?